Nalta nuk njeh kufi. Një herë një kohë, në një qytet tepër të gjallë të quajtur Sunshineville, jetonte një vajzë e vogël me emrin Nalta. Nalta kishte një zemër plot mirësi dhe një shpirt të rrezëllitës. Ajo besonte se çdo fëmijë, pavarësisht të aftësive të tij, meritonte një jetë të mirë dhe të lumtur. Në Sunshineville, fëmijët luanin dhe qeshnin së bashku, duke u gëzuar jetës. Naltës i pëlqente të mblidhej me miqtë e saj për aventura të ndryshme, të eksploronte me ta parqet e pyet për rreth dhe të imagjinonte sikur të gjithë ishin eksplorues të patrembur. Por një ditë, Nalta vuri re se ishte një fëmijë që shpesh herë lije jashtë loje, e ky ishte shoku i saj Noah. Noah ishte një mik i veçantë i Naltës, i cili ishte me aftësi ndryshe. Ai përdorte një karrige me rrota për të lëvizur, por kishte një buzëqeshje që mund të ndriçonte gjithë qytetin. Nalta ndjente një trishtim të thellë sa herë që shihte Noan të ulur vetëm, të paaft për t'u bashkuar lodrave dhe argëtimit. Në një mëngjes me diell, Nalta nuk mundi të duronte më teksa shihte Noan e mërzitur pasi ishte përjashtuar nga loja e radhës. Ajo i afrua duke buzëqeshur dhe i kërkoi Noas të shkonin në një aventurë me premtimin se do të kënaqej shumë. Sytë e Noas shkëlqyer nga emocioni dhe gëzimi, ai ra dakord menjëherë dhe së bashku ata nisën një udhëtim të jashtëzakonshëm nëpër Sunshineville. Nalta shtynte karrocën e Noas duke qeshur e duke treguar histori të ndryshme gjatë rrugës. Teksa shkonin për në park, hasën në një përrua që u bllokonte rrugën. Sytë e Naltës shkëlqyer nga vendosmëria, teksa shtyu me gjithë forcën e trupit të saj karrocën dhe siguroi Noan se do të gjenin një mënyrë ta kalonin këtë pengesë, dhe se ai nuk duhet të shqetësohej, sepse kjo ishte puna e eksploruesve. Me imagjinatën e tyre të ndezur, ata ndërtuan një urë nga bloqe druri dhe kaluan me kujdes për rojën. Zemra e Naltës u mbush nga krenaria, teksa pa fytyrën e Noas të ndriçohej e tëra prej ndjenjës së arritjes. Në park, miqtë e Naltës shikonin me droj teksa ajo dhe Noa luanin së bashku. Por shpejt vuan re se sa shumë po argëtoheshin ata dhe kuptuan se dallimet e Noas nuk kishin fare rëndësi. Ata u bashkuan duke luajtur lojra të ndryshme që të gjithë mund t'i shijonin dhe të gjithë bën kujdes që Noa të ndihej i përfshirë dhe i vlerësuar. E qeshura e fëmijëve bëri e honë në të gjithë parkun, duke tërhequr vëmendjen e zonjës Linda, dikur edukatore në kopshtin e qytetit. Ajo ishte një zonjë e mençur dhe e sjellshme, që kishte shëtitur botën dhe vlerësonte tepër rëndësinë e përfshirjes. Ajo u afrua fëmijëve me një buzëqeshje të ngrohtë dhe i komplimentoi për frymën e mirësisë dhe pranimit, por mbi të gjitha për mësimin e vlefshëm mbi rëndësinë e trajtimit të çdo fëmie me respekt dhe mirësi, që ata po jepnin në lagje dhe komunitet përmes të ndryshimit pozitiv. E që nga ajo ditë, Nalta dhe miqtë e saj vazhduan të përfshinin Noan në të gjitha aventurat e tyre. Me ndihmën e prindërve, ata krijuan zona të aksesueshme për lojra në park, duke siguruar që çdo fëmijë të mund të bashkohej në argëtim. Ata e përhapën mesazhin e pranimit dhe respektit, duke u mësuar dhe të tjerëve rëndësinë e përqafimit të diversitetit. Nalta, Noa dhe miqtë e tyre u rritën duke u bërë individ të dëmshur që mbrojnë me çdo kusht drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuar ose ata me më pak fat. Me kalimin e viteve, Sunshineville u bë një vend ku çdo fëmijë, pavarësisht nga aftësitë e tij, do të mund të lulëzonte. Çdo fëmijë, pavarësisht nga aftësitë e tij, meriton dashuri, respekt dhe dinjitet. Vetëm përfshirja si pjesë aktive në komunitet të fëmijëve me aftësi ndryshe ofron mundësinë për të jetuar këto vlera. Shanset e barabarta gjatë ushtrimit të drejtës së një jete të plotë dhe të denjë garantojnë lumturi dhe përmbushje në mënyrë që çdo fëmijë të mund të shkëlqejë në festën e diversitetit, pasi përmes dallimeve tona ne bëjmë botën një vend më të mirë dhe më gjithëpërfshirës. Kjo histori marr shkas nga rëndësia e njohjes së zbatimit të Konventës mbi të drejtat e fëmijës, Neni 23.